Polonia renditet lart midis destinacioneve më të preferuara të evropianëve për udhëtime të shkurtra të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri këtë vit. Vlerëson Travel and Tour World, platforma mediatike globale kryesore në industri. Në një kohë kur udhëtimet në Evropë po bëhen gjithnjë më të shtrenjta, Polonia shquhet si një alternativë me çmime konkurruese pa sakrifikuar cilësinë. Një avantazh shtesë është kuzhina e pasur, e mbushur me receta tradicionale. Sipas të dhënave të ofruara, numri i rezervimeve të udhëtimeve për në Poloni është rritur me më shumë se 55% gjatë vitit. Është interesante se Polonia është bërë një nga destinacionet kryesore të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri për turistët rumun. Krahasuar me vitin e kaluar, numri i rezervimeve në qytetet polake gjatë periudhës festive është trefishuar me këtë vend. Nga Bukureshti, fluturime direkte për në Gdańsk, Varshavë e Krakov ofrohen nga kompanitë low cost Wizz Air, Ryanair dhe LOT. Polonia është gjithashtu e interesante për turistët nga Suedia, Gjermania, Greqia, Franca, Danimarka dhe Republika Çeke. Një rritje e ndjeshme e interesit është vërejtur edhe midis udhëtarëve nga Portugalia, Holanda dhe Lituania. Sipas Travel and Tour World, Krakov dhe Varshava po bëhen gjithnjë më të njohura për vizitorët e huaj. Turistët po tërhiqen fal çmimeve të përpallueshme të biletave dhe në sezonin e dimrit dhe tregjave spektakolare. Sidomos Krakov dallohet për atmosferën e tij unike dhe konsiderohet si një nga qytetet më tërheqës të fundvitit në Evropë.